me krejt me zveti, nuk është që vynë shumë me njoftën e kushtë Dardan Krasniqi. Po edhe Dejona Mihalin, edhe Sami Lushtakun, edhe për Parim Ramën, gati të qithë i njohim personalisht. Nuk kena nevoj shumë më otue me kësi. Unë menaj që kualifikimet që ja bojmë njëni tjetrit duhet me marrë dozën e respektit minimal. Pra, Zoti Rama mund t'i ketë 100 gabime, na duhet diskutojmë për gabimet e Zotit Rama. Duhet kemi drejt për politikat e ti, për kësi. Por, jo edhe me njerë me kvalifiku ato si një ate, me abo të rezi, se cilin kësi. Edhe për Dejona Mihali. Dejona Mihali është aktivist televizijës vendosi, Zoti Krasniqi e din, si që e din edhe Belgzimi. Dhe mund të ketë edhe ajo plot veprimet të cilat janë për kritik, e nuk kanë vend. Por, me njëherë kualifikimi edhe i Sami Lushtakut, edhe i për Parim Ramës, edhe i Dejona Mihalit, si një armik i pjesës parë, kundër pjesës dytë, është gjuha e cila e qënë këtë vend në theqafje, dhe cilën duhet me ndërprej me njëherë. Alarmi, urgjenca jonë nuk është kjo. Urgjenca jonë është me botë kundërtën. Mas një vjetë e gjysë blokade institucione, duhet ta kuptojmë që duhet ta kemi një dialog politik mes VV-s dhe njerëz prej subjekteve ose gjitha prej subjekteve opozitare për të nxjerrur një gërç. Dhe ajo nuk bëhet me këtë gjuhë. Ai synim nuk arrihet kështu, me këtë lloj dialogu. Duhet të ketë një farë kujdesi shumë të madh për me adresu një prioritet të cilin besoj e kanë kuptuar dhe në zgjedhjet e tashme gjitha subjektet politike me numrin abstinenca. Vazhdimi i këtij diskursi përbes ka me na pru të një përgjigje e përqud e qytetarëve të Kosovës, herët avonë. Belg. është pak e çuditshme që me gjithatë e kemi tashmë kjo po shpërthan për një herë mas zgjedhjeve, kjo përplasje. Edhe ajo që po shpërthan me një herë mas zgjedhjeve që me gjithatë nuk po shpërthan midis për lider kryesor politik. Pra po e shohmë edhe nga ky ilustrim që nuk është një po shohmë përplasje tash me Zotin Petri Hamza, ku e di unë Lumera Vjosa Osmanit, madje Ardian Xhinit me Albin Kurtin, po ndodh një përplasje krejt tjetër që po ndodh anësh, por që e reflekton gjendje. Po unë s'pare kam dy pyetje të shkurta edhe për Zotin Krasniqi edhe për Zotin Lushtakun. E para ka të bëjë me performancën e ju zgjedhore në këto zgjedhje. Pra, po e filloj nga partia domethënë më e madhe, që është PDK-ja. Pyetja ime Zoti Lushtaku është që me gjithë që keni reflektuar një lloj stabiliteti në mandate, keni një rënje në vota. Dhe duket që nuk keni performancë